fillesat i kanë pasur në shtypin e shkruar, i kanë pasur te kompania Koajon, i kanë pasur në një ambient kolegës shumë të mirë dhe shumë nderuar gazetarë sportiv, për një arsye teknike që ndoshta se kam thënë ndonjëherë që nuk mund zgjodha që të ndiqja shtypin sportiv sepse kam një vllaj që është shumë herë më i suksesshëm se unë, shumë herë më i zotit se unë në shtypin e shkruar dhe nuk do ishte mirë që të ishin dy njerëz nga njëjta familje që merreshin me tjetën punë. Bukur kjo. Në fakt Arban Hasani kush nuk e njeh, po unë do të thosha që Igli Hasani e ka për vllajën e vet Arban Hasani, një nga gazetarët më spikatur në Shqipëri mbas rrëzimit të komunizmit, gazetar politike, po drejtues i disa gazetave, i redaksive të televizioneve, dhe ne thoshim Igli vllai i Arbanit, po tani i themi Arbani vllai i Iglit. Jo, unë vazhdoj të jem vllai i Arbanit, vazhdoj të përfaqësoj. Këtu freno këtu se jemi nisur ti sot. Vazhdoj të përfaqësoj të njëjtat vlera, të njëjtat mënyrat menduar. Dhe padyshim që në këtë ambient cilin ne kemi punuar bashkë prej vitesh i dashur Landi, respekt reciprok. Nuk ka qenë asnjëherë vllai i këtij apo shoku atij, por ka qenë marrëdhënie profesionale që ne kemi krijuar dhe pastaj marrëdhënie edhe njerëzore që kemi krijuar me njëri tjetrin dhe mua më vjen mirë që së bashku, megjithëse nuk kemi punuar asnjëherë drejt për drejt, kemi pasur gjithmonë një përshëndetje dhe një mundësi për të biseduar për gjëra të ditës. Nuk kishte rëndësi çfarë ishte gjëja e ditës. Pastaj me gjithë ato vite që unë kam kaluar në Ministrinë e Mbrojtjes, ne konkurrojmë njëri tjetrin, kush ka kaluar më shumë karrierë aty, po për këtë flasim. Është momenti që unë të falenderoj sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, institucioni monetar MoneyGram Akinvest, për mbështetjen që jep emisionit Dekalog pra këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Faleminderit institucionit monetar MoneyGram Akinvest. Zoti Hasani, fillojmë në intervistë normale. Si ju kam pritur në fushatën elektorale, zyrtarisht ajo nis sot, por përgatitja ka filluar herët. Tashmë me dy këmbë jeni në politik. Që nga momenti që ju caktuan në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në Tiranë. Si ju kam pritur? Ju keni filluar kontaktet, bisedimet? Unë kam disa javë që jam angazhuar dhe po takoj banor qytetar Tiranës, kryesisht një sistet. Sepse aty jam edhe i deleguar nga Njësia 8. Njësia 8. Do të thënë Tiranë e Re? Njësia 8 është pjesa që mund ta identifikojmë me atë që është midis Selvis, rrugës Dibës, rrugës Durrësit, Lagja 8 ishte ajo e vjetër. Siri Kodra dhe Medreseja që janë. Do të thënë zemra e Tiranës vjetër. Kjo është pikrisht zemra e Tiranës, ky është slogani i njësisë, është gjithmonë quajtur zemra e Tiranës. Zemra e Tiranës. Kam një komunikim përditshëm me banorët, me qytetarët e njësisë. Unë kam pasur dhe fatin që të jetoj një periudhë të jetës time aty. Ku e kishit fiksë shtëpinë aty? Te restorant Durrësi. Te restorant Durrësi? Te restorant Durrësi, te pallatet një me restorant Durrësin. Janë dy pallate në vazhdim të restorant Durrësit dhe më vjen mirë që ka njerëz cilët më mbajnë mend. Unë kam jetuar. Sa vite te restorant Durrësin? Jam larguar nga restorant Durrësi gati 20 vjet më parë. Pas ke jetuar shumë, domethënë. Nuk kam jetuar shumë, po njerëzit e kanë pasur këtë çuditërisht e kanë pasur këtë imazhin e personazheve e djemve të rinj që. Dhe si të kam pritur kur ke shkuar tani që kërkon votën? Është një pritje shumë e mirë, është një pritje e ngrohtë. Është një pritje që mua më shton pafund dëshirën edhe shtysën për ndihmuar për të bërë sa më shumë dhe ç'është më e rëndësishmja, unë e shoh si një mënyrë shumë të mirë që ne t'i dëgjojmë bashkëqytetarët tanë, të flasim me ta, por ajo që theksoj edhe ua them gjithëve është që po përpiqem që të krijoj një marrëdhënie që nuk do jetë deri 11 maj, por do jetë mbas 11 majit. Është shumë e rëndësishme që ne njerëzit e angazhuar në politik mos t'i shfrytëzojmë këto marrëdhënie vetëm për atë pjesën e fushatës, e cila ka më shumë fokus tek raporti votues i votuar. E kanë të rëndësishme ta ritheksoj që po përpiqen të krijojë një marrëdhënie që është mbas 11 majit dhe jo deri 11 maj. Do të lutesh çfarë gjin listën e qarkut të Tiranës, sepse dua të diskutoj pak edhe listën, sepse për të vërtetë zoti Hasani, duke qenë
për herë të parë ju si kandidat, zoti Rama bëri një përzgjedhje të tillë duke u vendosur në listë të sigurt. Pra ju si thoshte një deputet që nuk është në lista. Këta tha që janë listën e mbyllur, tha mos e shtyp makina, tha dhe janë deputet, tha. Vetëm mos e shtyp makina, tha. Tani lista e mbyllur. Ka një arsye të veçantë përveç kësaj që zoti Rama ju ka vendosur në listën e mbyllur, se është një vlerësim, është një lloj, po themi, garancie që ti je deputet patjetër. Dhe jo çdo ministër është këtu. E mira do ishte që të vije gjitha listat e mbyllura të hapura të partive dhe të bëje krahasimin midis asaj që ka bërë Partia Socialiste dhe atë që kanë bërë partitë e tjera. Dhe të bënim ndoshta një krahasimore midis mënyrës se si Partia Socialiste ka futur në listën e mbyllur disa emra dhe mënyrën se si partitë e tjera, opozita, ka futur në listën e mbyllur personazhet e veta. Konfigurimi është një konfigurim dinjitos dhe ne që jemi listën e mbyllur kemi detyrimin dhe punën maksimale që këtë listën e hapur që është në të djathtë të listës Partisë Socialiste. Jo, edhe një herë PS-n, pastaj do diskutojmë PD-n. Të pjesën e djathtë ne ta mbështesim në mënyrë që të maksimalizojmë rezultatin e gjithë këtyre kolegëve dhe garën e tyre. Unë po marr rastin e një sistet. Po? Në një sintet kush janë aty? E bashkë deleguar, kam bashkë drejtuese politike të njësisë Zonja Kodheli. Mimi Kodheli, po e kisha në intervistur, për cilën po punojmë së bashku për të arritur një rezultat historik. Vetëm Mimi Kodheli është aty? Vetëm Mimi Kodheli. Për të arritur një rezultat. Do të ju po punoni për Mimi Kodheli, po të tjerët? Për të arritur një rezultat historik që në një sintet ketë dy deputet, dy të ketë përfaqësues, dy deputet Partisë Socialiste. Jo, okay, kuptoj këtë zoti Hasani, po fjala vjen një emër tjetër, Emonela Felaj që është aty, ose ka të tjerë që s'kan fare zonë, si bëhet? Kanë, edhe ata është përcaktuar formula se si do punojnë, është përcaktuar mënyra se si do punojnë, të deleguarit në një sit të caktuar të Tiranës, do të vazhdojnë të punojnë për të mbledhur votat e tyre. Jo, pyetja ime është, a ka të drejtë fjala vjen po përmend një emër, nuk e di, Halit Valteri, ju lind Adhame, të vi te 28 të punoj. Patjetër që kjo e drejtë është në radhë parë e drejta e qytetarëve për të zgjedhur secilin prej këtyre emrave që janë listë. Jo, si e bëni ju fushatën themu? Që secili nga ne nuk është i kondicionuar për të votuar tek një emër i caktuar, por është i lirë që të zgjedhë një nga 37 emrat shumë të mirë që Partia Socialiste ka në Tiranë. Çike ngatruar dalka kjo zoti Hasani? Jo, është e qartë, e thjeshtë dhe do japi një rezultat shumë të mirë dhe një rezultat shumë pozitiv. Sa synoni në Tiranë? Synimet janë qarta, unë them që është mundësia shumë e mirë që ne të marrim 21 deputet. 21 deputet, do nga 18 në vitin 2021, Partia Socialiste të marri +3. Pse jo? Po pse jo? Po mirë, mund dhe 4, 22, bëri 25. Nuk është kungulleshkash, po prandaj thash fillim që krahasoni listat dhe kuptohet, qytetarët e kuptojnë shumë qartë se kush është diferenca. Do kungull te kjo pyetje. Pse ju ka vënë Rama në listë mbyllur dhe ministrin Blendi Gonxhe dhe Anila Denaj nuk u ka vendosur? Duhet ta pyesësh Ramën. Do të pyesësh Ramën, duhet të di Ramën. Po ti je gazetar, mund të jesh shërbëtar në politikë, po je gazetar dhe di se ta japësh përgjigjen. Vi në takime dhe edhe ta bësh të bisedë. Është bërë një analizë e thelluar edhe në mbledhje kryesisë dhe ka pasur një arsye shumë të qartë që është dhënë për gjithë listën e mbyllur, jo vetëm për mua. Këto i cakton kryeministri, tani këtu s'të besoj unë zot ministër, më shumë respekt. Dhe ne kemi bërë këtë bisedën, po tani nuk po i hyj këtij tafti paftit që po i hyj unë duke thënë vetëm kaq që tani Rama aty nuk ose u pyet shumë tani. Flasim realisht tani. Mos bëjmë tani sikur jemi mbledhje, jam gabim unë shumë. Po mirë, për çfarë keni kundërshtuar ju zotin kryeministër? Po e kemi këtë bisedën për kundërshtimet që kam unë me kryeministrin. Këtë bisedën e kemi për gjithçka, zoti ish gazetar. Marrëdhënia me kryeministrin dhe me prorin është e tillë që debati dhe mënyrat konstruktive të argumentimit janë pjesë e përditshme e punës së kësaj qeverie dhe rezultatet janë fal këtyre debateve dhe këtyre përpjekjeve konstruktive që të gjithë ministrat. Tani e kuptova pse Edi Rama ka vendosur ministër në krye të diplomacisë. Pyetja për ta mbyllur këtë argument. Ish ministri juaj i parë që keni filluar karrierën tuaj në administratë, Paneli Majko, do zgjidhet deputet apo jo? Unë do doja që e gjithë kjo listë të përfaqësoj
në Kuvendin e Shqipërisë. 37 s'ka shansa Po, 40 ministra. unë këtë po them, që unë do doja që gjitha njerëz të përfaqësoheshin, aty ka shumë e shumë kolegë, miq, njerëz me të cilët unë kam punuar nga afër gjatë Jo, Pandeli Majko, lere këta nga afër. Po më afër Pandeli Majko, do zgjidhet ministra apo jo? Do zgjidhet deputet apo jo? Ftoje zotin Majko, E kisha. që do të zgjidhem. do të tregoj edhe skemën se si po punon, edhe vërtet shpresoj që zoti Majko, zonja Xhaçka, zonja Kodheli, që kanë qenë ministrat me të cilët unë kam punuar nga afër, por kam dhe shumë shok, miq, dashamirë në listë të kenë mundësinë që të jemi së bashku në përfaqësim në Kuvendin e Shqipërisë. Çfarë diplomati e bërë, mo. Jo. Pu. Lista e Partisë Demokratike. Tani, cili është komenti juaj për kundërshtarët tuaj të drejt për drejt? Lista e mbyllur, se 12 e listës mbyllur, njërë pasaj për listën e hapur. S'kam asnjë koment. No comment? Asnjë koment. Qytetarët i njohin, i dinë, jeta është e bukur, të vazhdojmë përpara. Jeta është e bukur. Okej. Qarku i Tiranës është rezervuar i mafi votave dhe gati 37 është pothuajse një treta. Afërsisht një 35% shponjër. Kush fiton Tiranën, ka fituar zgjedhjet. Ju thatë nga 18 21. Dhe kjo i bie që Partia Demokratike ngrihet vetëm me 12. Tani sikur Se ke përshtypje tjetër? Jo, unë s'kam asnjë përshtypje, se unë jam mas orakullas. Po ne dalim qytet, ne ecim rrugëve, ne takojmë njerëz, ne shikojmë, ne jetojmë. Ne kur them ne, unë e ti dhe shumë tjerët që na shohin. Ne shohim qytetin, ne shohim transformimin, ne shohim mundësitë që ky vend po krijon, ne shohim gjithë alternativat që janë në rrugë, dhe shohim se çfarë alternative kemi përpara. Dhe çfarë mundësish të mira ka ofruar Partia Socialiste për gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe në çdo tjetër e Tiranës.